Eva, a do ta përmbys Milani rezultatin sot? Unë vërtetën, ashtu siç mund të kuptohet edhe nga veshja ime, po bëj pakës tifo për Milanin sot, japim një çik zemër, kuptojnë sa më shumë të vjetë mundur për të kaluar në finalen e Stambollit, megjithatë nuk i dihet asnjëherë Champions. Mendoj që do të jetë shumë e vështirë, ndoshta rezultati mund ta përmbys, por për të kualifikuar do të jetë shumë e vështirë. Gjithçka është e mundur, sepse ashtu siç kundër Interi fitoi ndeshjen e parë, mund të fitojë dhe Milani sot. Por duke parë gjendjen dhe përbërjen e skuadrave, Interi është favorit për të kaluar. Dhe Milan do ta ketë shumë vështirë. Fatkeq sot Milani ka kundër logjistikën, algoritmat, kompanitë e vastave, po edhe inteligjencën artificiale, kështu që është shumë vështirë që të mundë sot. Kjo është pyetja më e vështirë që mund të më bësh. Dëshira është e madhe e atyre që mbështesin Milanin, por mundësitë janë të vogla. Paktën nga çfarë kemi parë, nga ajo që Interi ka treguar në fush, nga organika që Interi ka. Megjithatë, futbolli çka ndodh, prandaj futbolli është i bukur. Milani ka treguar edhe herë të tjera që në ndeshje të tilla kritike mund të bëj edhe të pabërë. Shanset janë 2% që Milani ta ndysë rezultatin, nëse shënon gol i parë, shanset shkojnë 20%, nëse para zonë 70%, me qenë se kam qef numrat. Megjithatë shpresoj që të asistoj një ndeshje të luftuar, një ndeshje shumë të bukur, secili ekip do të tregojë vlerat e gruzës që mbahet dhe fitoft me njëri.